Përshëndetje, po ndiqni faqja 4, unë jam Jeta Kasemi. Unë jam Sali Doçi, do të jemi së bashku për gjatë minutave në vijim për të parë zhvillimet kryesore në arenën ndërkombëtare, por në nisje të kësaj hapësire informative do të ndalemi fillimisht tek ngjarjet kryesore në vend. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka miratuar ngritjen e 7 komisioneve për administrimin e votave të diasporës që do të numërohen nga 37 grupe numëruesish në vendin e përcaktuar tek Parku Olimpik. Secili prej tyre administron votat e emigrantëve të 1 ose 2 qarqeve sipas regjistrimit të tyre në Shqipëri. Dërgimi i fletëve të votimit për diasporën pritet të nisë në fund të javës tjetër. Bashkimi Evropian thosë se Shqipëria ka performancë më të mirë nga vendet kandidate në antarësim të pikërisht Unioni. Brenda vitit 2027 pritet të mbyllen negociatat e antarësimit. Kryeministri Edi Rama thosë se duhet të shfrytëzojmë faktin që dera e Bashkimit Evropian është e hapur për të bërë pjesë e familjes evropiane. Nisja e gjykimit për dosjen Partizani, ku i panderur është Sali Berisha dhe dhëndri i tij, po zvarritet prej disa muajsh. Seanca paraprake në gjykatën e posaçme është hyrë sërish për në datën 11 prill për shkak të mungesës së avokatit të Jamar Maltezit. Ndërkaq gjykata e lartë rrëzoi kërkesën e Berishës për ndryshim të gjyqtarëve që do të shqyrtojnë rekursin e tij për masën e sigurisë detyrim paraqitje. Sali Berisha u bën premtim pensionistëve për taksa dhe pensione. Në një takim u tha se ai kupton më mirë se Edi Rama dhe këtu e favorizon mosha. Doktori nuk ishte në krah Selamie Nisheri në Partisë së Pensionistëve që e braktisi përgjatë rrugës. Bie në prangat e policisë për herë të dytë pas 2 vitesh ish efektivi i Reneas Altin Morina, ishte shpallur në kërkim nga SPAK, i dyshuar se ka bashkëpunuar me Durim Bamin për kultivim kanabisi në zonën e Niklës dhe Tapizës në vitet 2019-2020. Në mars të vitit 2023, Altin Morina ishte arrestuar me urdhër të SPAK për një tjetër akuzë, por ishte liruar nga gjykata. Pengmarrja djeshme në Lezhë ka pasur zanafill të konfliktit kundër shtimin e ndërtimit të një heci në Kaçinar të Mirditës. Dot Gjoka është konfliktuar me 3 autorët, pasi këta të fundit kundërshtonin ndërtimin e këtij hidrocentrali. 35 vjeçari është punonjë sigurie në kantierin ku po ndërtohet hidrocentrali. Mario Përleshaj, autori i dyshuar i vrasjes Martin Canit, do të qëndrojë në burg. Gjykata e lartë ka rrëzuar rekursin e të miturit për ndryshimin e masës së sigurisë. Kjo kërkesë e Mario Përleshaj është rrëzuar edhe në 2 shkallat e para të gjyqësorit. Tashmë dosja ndaj tij është mbyllur dhe gjykata ka marrë zyrtarisht të pandehur. Prokuroria e akuzon për vrasjen në rrethana cilësuese. Tarifat e presidentit amerikan Donald Trump të vendosura ndaj Kosovës kanë qenë ndër më të ultat, por tensioni që ka sjellë mes institucioneve shtetërore ka qenë shumë i lartë. Kërkesës së presidentes Osmani që qeveria t'i zeroj tarifat për mallrat e Shteteve të Bashkuara, qeveria Kurti është përgjigjur ashpër duke akuzuar për mungesë kulture shtetërore, por edhe më i ashpër ka qenë reagimi i kabinetit të Osmanit, që ka cilësuar ministrin e financave njeriun më jo serioz të qeverisë. Tarifat e Donald Trump kanë nxjerrë në sipërfaqe një përplasje publike mes presidentes Vjosa Osmani dhe ministrave në detyrë të qeverisë Kurti 2. Rrjetet sociale kanë qenë fusha e betejës. Pak orë pasi presidenti Osmani bëri publike kërkesën e saj për heqjen e tarifave të Kosovës për mallrat e importit të SBA-ve, si një shenjë se ky vend do të forcojë marrëdhëniet me Washingtonin, reagoi ministri në detyrë i financave Hekuran Murati, duke deklaruar se një shtet serioz këto çështje i trajton larg mediave dhe publiku njoftohet kur të 2 palët kanë dalë me një vendim. Sipas Muratit, kërkesa e presidentes u bë publike në mediat sociale vetëm 3 minuta pasi ju dërguai qeverisë. Në lajme lexova që presidenti i vendit i pas ka bërë kërkesë qeverisë që të pezullojë tarifat ndaj produkteve me origjinë nga SBA-t. Kërkesa përmes emaili dërguar në adresë të qeverisë erdhi në 17:39 minuta, ndërsa kjo gjë ishte bërë publike në rrjetin social X në 17:42, vetëm 3 minuta më vonë, ka shkruar Murati në Facebook. Menjëherë është kundërpërgjigjur Bekim Kupina, këshilltar për media i presidentes, sipas të cilit Murati është personi i fundit në Kosovë që mund të flasë për seriozitet. Kupina ka quajtur të turpshëm, skandaloz dhe mungesë respekti bazik institucional reagimin e Muratit. Presidenti amerikan Donald Trump ka shpallur tarifat e reja ndaj partnerëve tregtar të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, mes të cilave për Kosovën tarifa është 10%, ndërsa ky vend ende nuk e di se kush do t'i qeverisë.
Kina është gati për luftë tregtare duke u kundërpërgjigjer tarifave të Trump me tarifa 34% për mallat amerikane. Më herët presidenti amerikan kishte thënë se ishte i hapur për negociata, duke lënë të hapur mundësinë e diskutimit me Kinën, se cilës i ka kërkuar zhvendosjen e TikTok në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Bashkimi Evropian vijon përpjekjet dhe negociatat me Washingtonin. Kina i kundërpërgjigje tarifave tregtare të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Pekini njoftoi këtë të premte se do të vendos tarif prej 34% për mallrat amerikane, duke nisur nga 10 prilli, e njëjta tarifë që Trump njoftoi ndaj Kinës të mërkurën, duke përshkallëzuar kështu atë që konsiderohet një luftë tregtare. Kina njoftoi gjithashtu ngritjen e një padije në Organizatën Botërore të Tregtisë. Vetëm disa orë përpara këtij njoftimi nga ana e Pekinit, Donald Trump ju tha gazetarëve nga avioni i tij Air Force One se Shtetet e Bashkuara janë të hapura për negociata ku bëhet fjalë për gjëra të jashtëzakonshme. Po gjithçka varet si shkon. Nëse dikush për shembull thotë se do të na jep diçka fenomenale, atëherë pse jo? Për shembull si TikTok. Ne duam që TikTok të zhvendoset në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kina mund të na thotë se duam të bëjmë një marrëveshje për diçka të tillë dhe në këmbim të kemi një marrëveshje për tarifat. Këto tarifa na japin mundësi të mira për të negociuar. Unë i kam përdorur ato shumë mirë në administratën time të parë. Tani po e çojmë situatën në një nivel krejtësisht të ri, sepse kjo është një situatë mbar botërore dhe kjo është emocionuese të shihet. Kundër tarifat e Kinës ndaj Shteteve të Bashkuara vinë në një kohë kur Bashkimi Evropian dhe Mbretëria e Bashkuar po vijojnë negociatat për arritjen e një marrëveshjeje mbi tarifat. Zyrtarët e Brukselit pritet të mbajnë pas ditën e kësaj të njëjtëje një videokonferencë me zyrtarët amerikan për të diskutuar mbi gjetjen e një zgjidhjeje për situatën. Komisioneri i Tregtisë në Bashkimin Evropian deklaroi se ata do të bëjnë gjithçka që është e mundur për arritjen e një marrëveshjeje të suksesshme dhe të drejtë për të dyja palët. Fondi Monetar Ndërkombëtar ngre shqetësim për efektet e tarifave të Trump, duke paralajmëruar rrezik për ekonominë botërore, pasi shumë vende nuk janë rimëkëmbur ende nga pasojat e pandemisë së Covid. Drejtoresha e Fondit Monetar Ndërkombëtar u bëri thirrje shteteve të negociojnë për të gjetur një zgjidhje. Fondi Monetar Ndërkombëtar ka paralajmëruar se zbatimi i tarifave të larta tregtare nga Donald Trump përbën një rrezik të rëndësishëm për ekonominë globale, ndërsa tregjet e aksioneve vazhdojnë që të pësojnë goditje. Kristalina Georgieva, drejtoresha e FMN-s, tha se është shumë e rëndësishme që Shtetet e Bashkuara dhe partnerët e saj tregtar të shmangin për shkallëzimin e mëtejshëm të luftës tregtare globale, ndërsa tregjet në Azi dhe Australi posuan një rënje të mëtejshme gjatë së premtes. Ne jemi ende duke vlerësuar implikimet makroekonomike të masave tarifore të shpallura, por ato përfaqësojnë qartë një rrezik të rëndësishëm për perspektivën globale në një kohë të rritjes së ngadaltë. Është e rëndësishme të shmangen hapat që mund të dëmtojnë më tej ekonominë botërore. Ne i bëjmë thirrje Shteteve të Bashkuara dhe partnerëve të saj tregtar që të punojnë në mënyrë konstruktive për të zgjidhur tensionet tregtare dhe për të reduktuar pasigurinë. Sipas Fondit Monetar Ndërkombëtar, shumë shtete ende nuk kanë tejkaluar efektet e rënda financiare nga pandemia Covid dhe aplikimi i tarifave tregtare më të larta do të ndikonte përkeq në ecurinë ekonomike. Drejtoresha e FMN-s paralajmëroi se fushata e gjerë tarifore e presidentit Trump përbën një rrezik të konsiderueshëm për ekonominë globale mes rritjes së ngadaltë. FMN-ja në janar të këtij viti rriti vlerësimin për ecurinë ekonomike globale për vitin 2025 në 3.3% nga 3.2% në vlerësimin e saj të mëparshëm në tetor, me një përmirësim gjysmë pikë përqindjeje ndaj perspektivës së SBA-s që përbën pjesën më të madhe të kësaj rritjeje. Ndërkohë pritshmëritë janë që në takimin e saj të pranverës në Washington, Fondi Monetar Ndërkombëtar do reflektojë një korrigjim në rënje të këtyre vlerësimeve për ecurinë ekonomike. Po ashtu edhe Banka e Investimeve JP Morgan thotë se tashmë sheh një shans 60% që ekonomia globale të hyjë në recesion deri në fund të vitit, nga 40% që ishte më parë. Bursat amerikane dhe tregjet globale janë tronditur pas tarifave të vendosura nga Donald Trump, duke bërë që triliona dollar investime të fshiheshin brenda pakorëve. Gjigantët e teknologjisë veçanërisht kanë parë edhe humbje më të mëdha në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, teksa në bursat europiane goditjen më të madhe e kanë marrë kompanitë e prodhimit të automjeteve pas tarifës 25%, si dhe markat luksoze të veshjeve.
Tregjet e aksioneve amerikane kanë fshirë rreth 2 trilion dollar pas shpalljes së planit tarifor të Donald Trump në të ashtu quajtur rëndita e çlirimit. Wall Street përjetoi seancën e saj më të keqe që nga periudha e pandemisë, pas komenteve fillestare të zyrtarëve të shtëpisë së bardhë se tarifat reciproke do të ishin të panegociueshme, çka nxiti pasiguri të mëdha duke të rënditur tregjet. Por më vonë, presidenti Trump sinjalizoi se mund të ketë negociata me shtetet që do duan të arrijë një marrëveshje për tarifat reciproke. Pavarësisht kaosit të krijuar, Trump këmbgul se ndikimi ekonomik do të jetë i përkohshëm dhe se tregjet e aksioneve do të lulëzojnë sërish. Apple ka udhëhequr humbjet me një rënje të thellë prej 2.9% për shkak të shqetësimeve për ndërprerjet e zinxhirit të furnizimit dhe shitjeve globale, veçanërisht në Kinë. Aksionet e Amazon dhe platformës Meta ranë me 9% dhe të njëjtën tendencë ndoqën edhe shumë kompani të tjera. Tarifat për 20% për Bashkimin Evropian dezëntrazira edhe në tregjet europiane të aksioneve që e mbyllën javën me rënje. Si kundërpërgjigje, presidenti Emmanuel Macron u kërkoi bizneseve europiane të pezullojnë investimet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Rënjen më të thellë e shënuan markat luksoze të veshjeve. Amerika është një treg i madh i tyre dhe vendosja e tarifave mund të ndikojë ndjeshëm në të kurrjen e shitjeve. Goditje morën edhe prodhuesit e automjeteve që do të vazhdojnë të ndjejnë ndikimin e tarifave 25% që hynë në fuqi të mërkurën. Dhe ky efekt është ndjerë dhe në tregjet e naftës, duke bërë që çmimet të ulen me rreth 6%, duke prekur kështu nivelet e pandemisë Covid. Ndikimin e çurinë e çmimeve që kanë zbritur në $67.8 për fuqi ka dhënë edhe vendimi i OPEC për të rritur prodhimin për gjatë muajit. Tarifat e reja të presidentit amerikan Donald Trump i ka dhënë një goditje të fortë naftës pasi çmimet kanë prekur nivelet më të ulta që nga mesi i pandemisë së koronavirus në vitin 2021. Kontratat future të naftës Brent ranë me rreth 6%, duke zbritur në $67.8 për fuqi. Por ricuria e çmimeve u ndikua dhe nga vendimi i Organizatës së Vendeve Eksportuese të Naftës OPEC, që ra dakord për të rritur prodhimin në 411 fuqi në ditë për gjatë muajit maj nga 135.000 fuqi të planifikuara. Investitorët janë të shqetësuar se tarifat tregtare mund të nxisin inflacionin, të ngadalsojnë rritjen ekonomike si dhe të intensifikojnë mosmarrëveshjet tregtare, duke ndikuar drejt për drejt çmimet e naftës. Analistët të tregut janë të ndarë në qëndrime lidhur me ecurinë e çmimeve në vijim. Një pjesë e tyre thonë se çmimet do të qëndrojnë pranë nivelit të $66 për fuqi, ndërsa të tjerë shprehen se kjo mund të jetë vetëm për një periudhë afatshkurtër. Trump vendosi tarifa 25% për vendet që importojnë naftë nga Venezuela. Javën e kaluar ai kërcënoi po ashtu se do të vendoste tarifa nga 25 deri në 50% për blerësit e naftës ruse dhe paralajmëroi zbatimin e tarifave dytësore ndaj Iranit. Këto tarifa dytësore përfaqësojnë një formë të re sanksioni nëpërmjet taksave të importit me Kinën dhe Indinë, blerësit kryesor të naftës nga këto vende. Kjo do ta luhaste më tej tregun global të karburanteve, por megjithatë tensionet gjeopolitike mbeten një faktor kyç për rritjen e çmimit të naftës në vijim. Po ndiqni faqja 4, do të vijojmë me të tjera zhvillime të ditës. Shqipëria do të jetë pjesë e një hekurudhe europiane e cila do të përfshijë 39 vendet të Europës. Projekti përbëhet nga 5 linje kryesore që përshkohen nga trena të shpejtësisë së lartë, ndërsa vendi ynë do të jetë në një stacion me linjën Lisbon-Kiev. Ekspertët europianë vlerësojnë si një nga projektet më të mëdha të shekullit 21. Një projekt ambicioz që lidh 39 destinacionet e Europës me trena është prezantuar nga një grup ekspertësh. Përmes linjës hekurudhore të trenave me shpejtësi të lartë, veriu, jugu, perëndimi dhe lindja e Evropës do të jenë më afër. Projekti përbëhet nga 5 linja kryesore në kontinentin e vjetër: Napoli, Helsinki, Lisbon, Kiev, Madrid, Stamboll, Dublin, Kiev dhe Milano, Oslo. Rrjeti që është quajtur Star Line, i konsideruar si një tub evropian, përfshin edhe Shqipërinë. Tirana do të jetë pjesë e linjës Lisbon-Kiev. Kryeqyteti shqiptar është stacioni 8 nëse nisesh nga Portugalia dhe i 6 nëse nisesh nga Ukraina. Tirana është kështu pjesë e rrjetit me qytete të rëndësishme evropiane si Lioni, Milano, Roma, Zagrebi, Athina, Sofje, Bukureshti. Shumë pranë stacionet të Romës dhe Milanos, kjo linjë i mundson Shqipërisë gjithashtu lidhje me linjat e tjera që përshkojnë qendrën dhe veriun e kontinentit evropian. Instituti me bazë në Kopenhag që e ka prezantuar e ka quajtur këtë projektin e shekullit 21, që do të funksiononte si një sistem metroje, duke rivalizuar transportin ajror të kontinentit. Star Line ndryshon mënyrën se si evropianët e perceptojnë kontinentin e tyre.
jo si një koleksion kryeqytetesh të largëta, por si një rrjet i vetëm, me lëvizje të shpejtë, ku çdo lidhje, qoftë për njerëzit apo mallrat, është e lehtë për t'u arritur, janë shprehur ekspertët. Ndërsa projekti duket tepër ambicioz, një sistem hekurudhor në mbar Evropën do të ishte jashtëzakonisht i përdorur nga udhëtarët. Qytetet nga skajet e ndryshme të kontinentit do të ishin në këtë mënyrë shumë afër. Sipas propozimit, Helsinki dhe Berlini janë vetëm 5 orë larg në vend të udhëtimit të plot ditor që kërkon për momentin. Sistemi i ri do të jetë rreth 30% më i shpejtë se udhëtimi rrugor dhe hekurudhor aktual, me trenat që funksionojnë me shpejtësi 300 deri në 400 km/h. Starline 21 është gjithashtu edhe një projekt mjedisor. Transporti është një nga sfidat më të mëdha klimatike të Evropës. Sipas Agjencisë Evropiane të Mjedisit, në vitin 2022, sektori kontriboi në rreth 29% e emetimeve totale të gazrave sterë të BE-s. Fluturimet me distanca të shkurtra mbeten mënyra më e përdorur e transportit për miliona njerëz. Pavarësisht se hekurudhat me shpejtësi të lartë emetojnë deri në 90% më pak dioksid karboni për udhëtim. Vende si Franca dhe Austria kanë filluar të kufizojnë fluturimet me distanca të shkurtra, ku ekzistojnë alternativa hekurudhore, por ndikimi i vërtet kërkon një qasje kontinentale, thot grupi ekspertëve. Projekti duket tepër ambicioz dhe mund të kërkojë disa dekada për të realizuar në të gjithë kontinentin. Donald Trump shkarkoi kreun e Agjencisë Mbrojtjes Kibernetike. Shkarkimet të tjera ka pasur në Këshillin e Sigurisë Kombëtare. Ky vendim merret pak ditë pas zbulimit të skandalit në komunikimin e zyrtarëve më të lartë të sigurisë për çështje lufte në aplikacionin Signal. Administrata e Donald Trump ka shkarkuar nga detyra kreun e Agjencisë Kombëtare të Sigurisë dhe Komandës Kibernetike në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Timothy Huff, si edhe zëvendës drejtoreshën e kësaj agjencie, Wendy Noble. Lajmi është konfirmuar nga mediat amerikane që shkruajnë se ka pasur edhe shkarkime të tjera në Këshillin e Sigurisë Kombëtare. BBC dhe CNN shkruajnë se shkarkimet erdhën pas një takimi që aktivistja e ekstremit të djathtë, Laura Loomer, pati të mërkurën me presidentin Trump, ku i tha atij se duhet të pushonte disa punonjës që sipas saj nuk ishin besnik ndaj presidentit dhe administratës republikane. Laura Loomer shprehu nëpërmjet një postimi në X se kreu i Agjencisë Kombëtare të Sigurisë dhe zëvendësia e tij u shkarkuan sepse kanë qenë të pabes ndaj Trump. Trump ju tha gazetarëve se kushdo që nuk është besnik në administratën e tij dhe kryen tradhti do të pushohet nga puna. Disa zyrtarë dhe ish zyrtar të mbrojtjes kanë shprehur shqetësimin se ka frikë brenda zyrtarëve të Departamentit të Mbrojtjes se mund të shkarkohen në çdo moment sepse mund të konsiderohen se janë jo mjaftueshëm besnik ndaj presidentit Donald Trump. Huff nuk ishte i përfshirë në bisedën në grup në aplikacionin Signal, që u bë publik së fundmi, ku sekretari i mbrojtjes Pete Hegseth dhe zyrtarë të tjerë të lartë diskutuan një operacion të ndjeshëm ushtarak me shënjestër Houthit në Yemen, ndërsa nuk ishin dieni se në grupin e mesazheve ishte edhe një gazetar. Në Komitetin e Inteligjencës së Dhomës së Përfaqësuesve javën e kaluar, Huff pati thënë se ka rreziqe në përdorimin e këtij aplikacioni. Agjencia për Sigurinë Kombëtare është një nga agjencitë kritike të inteligjencës më të fuqishme në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Një urdhër i administratës amerikane drejtuar selive diplomatike të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kinë ju ndalon stafave të tyre marrëdhëniet intime me shtetas kinez. Ku shkel rregullin largohet menjëherë nga Kina. Inteligjenca amerikane ka raportuar më herët raste kur diplomatët janë njohur nga agent të fshehtë të Pekinit. Qeveria e Shteteve të Bashkuara ka njoftuar punojësit e 6 selive të ambasadës së tyre në Kinë, kontraktorët e ndryshëm dhe familjarët e stafit të ambasadës se janë të ndaluar të kenë marrëdhënie romantike apo seksuale me qytetarët kinez. Sipas 4 burimeve që folën në kushtet e anonimatit për Associated Press. Vendimi u mor në janar nga ambasadori në largim Nicholas Burns. Njoftimi për punojësit amerikanë në Kinë në misione diplomatike dhe jo vetëm u dha në mënyrë elektronike dhe verbale, megjithatë ai nuk është shpallur publikisht. Burime anonime i thanë Associated Press se ndalimi është përgjithësuar në të gjithë territorin e Kinës, përfshirë edhe Hong Kongun. Më parë ekzistonte një ndalim i kufizuar për marrëdhëniet me stafi lokal në ambasada dhe konsullata. Sipas rregullit të ri, vetëm ata që kanë marrëdhënie ekzistuese mund të kërkojnë përjashtim. Nëse kërkesa refuzohet, ata duhet të përfundojnë marrëdhënien ose të largohen nga detyra. Shkelësit e këtyre rregullave do të largohen menjëherë nga Kina. Washingtoni e konsideron këtë masë si nevojë për të parandaluar rreziqet e spionazhit. Shërbimet sekrete kineze dyshohet se përdorin taktika të joshjes për të marrë informacione nga amerikanët. Inteligjenca amerikane ka raportuar raste ku diplomatët janë njohur nga agent të fshehtë. Ky ndalim rikthen një politikë të ngjashme me ato të kohës së luftës së ftohtë. Departamenti i Shtetit nuk ka komentuar mbi këtë politikë të brendshme. Masat pasqyrojnë tensionet në rritje mes Shteteve të Bashkuara dhe Kinës për çështje tregtare dhe të sigurisë.
Çdo sekond ku Donald Trump del para kamerave në konferenca për shtyp, deklaron fakte dhe vendime të rëndësishme, duhet thënë se komentohet nga media ndërkombëtare dhe në botën virtuale. Madje edhe hapat e tij duket se janë, le themi, mirë të kalkuluara. Në shtëpinë e bardhë të Rose Garden, kopshti i trëndafilave, doli dhe shpalosi listën e tarifave reciproke apo listën e mëkatarëve, persona që do të vuajnë pikërisht tarifat e vendosura nga presidenti amerikan. E më pas shkoi drejt avionit presidencial Air Force One, sepse do të nisej drejt një udhëtimi. Përpara se të zhvillonte udhëtimin e tij, bëri disa deklarata shumë të rëndësishme, të cilat lidhen me vendosjen e tarifave, por edhe me aspekte tjera, si për shembull dëbimi i emigrantëve të jashtëligjshëm nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ekziston në fakt një nisëm, e cila, nëse nuk gabohem, quhet EB5, është një program ekzistues i vizave të investitorëve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe në kuadër të kësaj, apo le themi si një shtojcë e saj, Donald Trump shpalos për disatën herë kartën e artë apo kartën Trump. Është një kartë që kushton $5 milion për të gjithë emigrantët e pasur, të cilët investojnë pra në këtë formë për të marrë me njëherë residencën në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe të drejtën për të jetuar aty pa u rrezikuar se mund të dëbohen dhe të bëhen pjesë e këtyre programeve apo dëbimeve masive që duhet thënë që janë ashtu siç Trump i ka lajmëruar më të mëdhat në historinë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Është interesante të shohësh në këtë pamje se Trump prezantoi këtë kartë e cila pritet të dalë në qarkullim në 2 javët e ardhshme, $5 milion për të jetuar ligjërisht në Shtetet e Bashkuara dhe për të marrë në shtetësinë. Donald Trump është aq i fokusuar pas vetes sa nuk ka harruar që pikërisht në këtë kartë të vendosë foton e tij. Por nuk është hera parë në fakt që e shohim këtë kartë, ai e ka prezantuar kohë më parë si një biznesmen, por ka marrë, le të themi, një tjetër fokus apo një tjetër qëllim karta e tij $5 milion. Sipas sekretarit të tregtisë Howard Lutnick, kjo kartë në fakt është blerë nga 1.000 emigrantë të pasur, duke në një ditë madje thot ai, dhe duke i shkuar buxhetit shtetit $5 miliard menjëherë pas blerjes së një kartë. Trump kur pyet se kush janë të parët që e kanë blerë të kartë, zgjodhi të mos përgjigjë dhe tha jam unë i pari që e kanë blerë dhe ironizoi gazetarët duke u thënë doni ta blini? Po Trump është newyorkez, nuk është emigrant i paligjshëm. Është vërtet, po ishte në formën e batutës, pra që çdo kush mund ta përballojë. Mund ta blej, patjetër. Por nuk foli vetëm për kaq, foli edhe për çështje tjera. E vërtet, do të mbetemi sërish tek parat, duket se administrata e Trump është administrata e parave, çfarë nuk mund të bëhet me disa para bëhet më shumë, por flasim për njërin më të pasur të botës, Elon Musk, i cili duket se kaloi disa limite me shkurtimet federale që bëri kur bëhet fjalë për parat dhe kursimin e tyre sa i përket taksapaguesve amerikanë. Donald Trump në avionin e tij Air Force One deklaroi për gazetarët sa i përket spekulimeve që kanë qarkulluar së fundmi në media amerikane se pikërisht krau i tij djathtë, këshilltari i tij kryesor Elon Musk mund të largohet nga detyra pikërisht përgjatë këtyre ditëve. Donald Trump tha se është e qartë se Elon Musk do të largohet nga drejtimi i departamentit Dodge, për cilin tha se do të mbetet aktiv departamenti për eficiencën e qeverisë. Megjithatë, ai theksoi se Elon Musk nuk do të largohet tashmë, por pas disa muajsh. Kreu i shtëpisë së bardhë tha se do donte të insistonte ta mbante atë sa më gjatë, por kupton se ai ka një biznes. Trump shprehu kërçardhjen për gjithçka që ka ndodhur me djegjen në fabrikat e Teslas të 10 automjeteve, jo vetëm në Shtetet e Bashkuara, por gjithashtu edhe në mbar Europën. Ka qenë një lëvizje masive e cila ka prekur Elon Musk. Po, patjetër, dhe duhet thënë se edhe në raportimet e fundit duket se edhe vlerat e aksioneve të Teslës janë ndikuar dhe nga vendosja e tarifave të Donald Trump, patjetër pasi makinat e tij elektrike, siç edhe ti pak më parë, disa le të themi nga qendrat, fabrikat e mëdha i kanë edhe në vende për shembull të Bashkimit Evropian. Por, teksa flasim për Donald Trump që dha këto deklarata në prag të embarkimit të avionit presidencial Air Force One, duket se ka nisur në fakt fundjavën më herët se ç'mund ta planifikojnë të tjerët. Të njëjtën, me njëherë pasi shpalosi dhe listën e tarifave, vendosi që të merrte pjesë pikërisht të ndiqte turneun e golfit Live në Doral të Floridas. Dhe kështu kjo ishte edhe arsyeja pse po largohej nga Washingtoni drejt Floridas në mënyrë që të ishte pjesë e këtij eventi të rëndësishëm të golfit. Duhet thënë se presidenti amerikan është një apasionuar shumë i madh pas golfit, ka disa fusha golfi në rezidencën e tij, madje edhe bizneset e tij përfshin klubet të njohura të globit të golfit në Florida. Ishte i shoqëruar nga djali i tij i dytë, Eric Trump, i cili e shohim së bashku me një makinë golfi teksa lëvizin. Bëhet fjalë pikërisht për Live Golf, që është edhe kompeticioni në fjalë, dhe pasi qarkulloi me djalin e tij Eric Trump, Donald Trump takoi edhe guvernatorin e Floridas Ron DeSantis. Do të trikutoj edhe një detaj shumë interesant që Donald Trump është një gjysh mjaft i dashur dhe njëkohësisht një prej mbesat e tij janë bërë shumë të apasionuar pas golfit. Kai Madison Trump është mbesa e tij e madhe, le të themi vajza e parë e djalit të madh Donald Trump Jr. Edhe Kai është gjithashtu një golfiste profesioniste.
Mirë, për të folur për tarifat e Donald Trump, ne i kemi diskutuar, në fakt analizat janë të shumta, lëvizjet i kemi ndjerë dhe i kemi raportuar në faqen 4 dhe në të gjitha edicionet e ABC News, por ajo që gjithashtu diskutohet është fakti se përtej vendeve të listuara, që janë rreth 180 mbi 180, kishte edhe disa vende të cilat janë të pabanuara nga njerëzit, por nga kafshët. Ne folëm pikërisht për ishullin Heard dhe McDonald, por tashmë mediat raportojnë se një ishull tjetër që ne themi u bë pjesë e këtyre të vuajtësve të tarifave të Trumpit është ishulli norvegjez i Jan Mayen, i cili është i banuar vetëm nga rind polar. Është i radhës në fakt që tarifohet me tarifën bazë 10%, njët patjetër për bukuritë natyrore dhe ka, le të themi, është habitati i arinjve polar dhe disa kafshëve të tjera. Ishulli i vogël në Arktik në fakt është 600 kilometra në verilindje të Islandës dhe të vetëm personat që mund të qëndrojnë aty apo që le themi mund të kenë ecur përgjatë ishullit janë stafi i ushtrisë norvegjeze dhe Instituti Meteorologjik Norvegjez, sepse është bërë pjesë e Norvegjisë nga viti 1930. Rusia u la jashtë, Bielorusia u la jashtë, Korea e Veriut u la jashtë, por nuk u harruan këto ishuj, si janë Mayen dhe gjithashtu edhe ishujt e Heard dhe McDonald. Ku jetojnë pinguinat? Do të ndalim tek pinguinat apo jo? Tek memet që kanë qarkulluar së fundmi, që kanë prekur edhe administratën e Donald Trump. Po, sepse njerëzit janë shumë kreativ, janë të jashtëzakonshëm në botën virtuale dhe të bëjnë shumë qeshur kur vendosin situata hipotetike në ngjarje që në fakt kanë ndodhur. Për ta parë hartën, kuptojmë se ku ndodhet ishulli Heard dhe McDonald's. Dhe në fakt është në administrimin australisë, ku kryeministri australian Anthony Albanese deklaroi pasi mori vesh që ishte tarifuar me 10% dhe këto ishuj të pabanuar nga njerëzit, se asnjë vend në botë nuk është i sigurt. Memet më pas kanë qenë të tilla. Si për shembull, kujtojmë takimin e Trump, J.D. Vance dhe Zelensky, por Zelensky është zëvendësuar me një pinguin dhe Trump dhe J.D. Vance e qortojnë këtë të fundit, duke i thënë që jo të lutem, duhet të tregosh mirënjohës. Nuk kemi jap mirënjohës. Flasim për mirënjohje, në fakt me radhës tregon këtë situatë, është J.D. Vance që i thot pinguinave. Nuk e thën kur faleminderit, sa ç'duhet. Ashtu që tha dhe Zelenskit, kur u takua në atë takimin famkesh në zyrën ovale, ku të dy, J.D. Vance dhe Trump, qortuan presidentin Ukrainas. Një tjetër imazh që është gjeneruar dhe është postuar në rrjetet sociale është Trump që i thot pinguinave paguani tarifat dhe pinguina që i thon mos u shqetëso se ne e marrim biznesin ton dhe e çojmë diku tjetër. Dhe kjo është një animacion që tregon pinguinin baba, që i thot djalë apo fiton, dhe djali thot më duket se kemi hyrë në luftë tregtare me Donald Trumpin, me Shtetet e Bashkuara baba. Bota virtuale është realisht një vend tejet kreativ dhe ka qenë pikërisht të shumta reagime që kanë ardhur. Ne do të shkojmë një shkputje të shkurtër për të rikthyer vetëm pas pak në faqja 4. Mirë, jemi rikthyer në faqja 4 për të parë të tjera zhvillime në arenën ndërkombëtare. Presidenti në detyrë i Koresë së Jugut është shkarkuar përfundimisht pasi gjykata kushtetuese la në fuqi një vendim të parlamentit për largimin e tij. Gjykata kushtetuese në Korenë e Jugut vendosi në mbështetje të vendimit të parlamentit për shkarkimin nga detyrat të presidentit Yoon Suk Yeol, pasi ai miratoi ligjin ushtarak në vend në 3 dhjetor, një lëvizje kjo që u konsiderua shkelje e rënde kushtetutës dhe një kërcënim për demokracinë. Kjo është hera e dytë në historinë moderne të Koresë së Jugut që një president shkarkohet nga detyra përmes një procesi kushtetues. Aktualisht kryeministri Han Duck-soo ka marrë detyrën e presidentit të përkohshëm dhe do të udhëheqë vendin deri në zgjedhjet presidenciale që sipas kushtetutës duhet të mbahen brenda 60 ditëve. Në deklaratën e tij, kryetari në detyrë i gjykatës kushtetuese theksoi se presidenti Yoon kishte shkelur rënd detyrimet kushtetuese përmes përdorimit të forcës ushtarake ndaj parlamentit. Ai e quajti vendimin për shpalljen e gjendjes ushtarake një tradhti të madhe ndaj besimit të popullit. Gjykata rrezoi pretendimet e Yoon se masa ekstreme ishte nevojshme për të ndalur abuzimin e shumicës parlamentare nga partitë opozitare, duke theksuar se ekzistojnë mekanizma ligjor për të adresuar mospajtimet politike. Pas vendimit, flamuri presidencial u ul poshtë dhe portretet e presidentit Yoon në bazat ushtarake urdhëruan të hiqen dhe të asgjësohen sipas ligjit. Vendimi u prit me entuziazëm nga mijëra qytetarë që kishin protestuar për muaj me radhë duke kërkuar dorëheqjen e presidentit. Fitore e demokracisë ishte thirrja kryesore në sheshet e Seulit. Ndërkohë mbështetësit e Yoon Suk Yeol u mblodhën përpara rezidencës presidenciale ku disa prej tyre reaguan me tronditje dhe zemërim. Një protestues u arrestua për vandalizëm, por shumica e tubimeve mbetën paqësore. Partia në pushtet e drejtuar aktualisht nga udhëheqësi i përkohshëm Kwon Young-si premtoi bashkëpunim me presidentin e përkohshëm për të garantuar stabilitet institucional. Zgjedhjet e reja presidenciale, të cilat duhet mbahen deri në 3 qershor, pritet të jenë të tensionuara.
Favorit kryesor është Lee Jae-myung, udhëheqësi i Partisë Demokratike Liberale, i cili humbi ngushtë përballë Yoon Suk-yeol në zgjedhjet e vitit 2021. Megjithatë, ai përballet me disa procese gjyqësore për korrupsion. Kampi konservator nga ana tjetër përballet me një fushë të hapur kandidatësh dhe sfida për të rimarrë besimin e elektoratit. Komediani dhe aktori britanik Russell Brand është akuzuar për përdhunim dhe sulm seksual, thatë premten Policia Metropolitane e Londrës, ylli Forgetting Sarah Marshall, ka 2 akuza për përdhunim, ngacmim dhe 2 akuza për sulm seksual. Komediani i kthyer në një influencues të shëndetit ka mohuar më parë akuzat, duke thënë se të gjitha marrëdhëniet e tij kanë qenë konsensuale. Gratë që kanë bërë raporte vazhdojnë të marrin mbështetje nga oficerët të trajnuar posaçërisht, tha në një deklaratë defektivi Andy Furphy nga Policia Metropolitane që drejton edhe këtë hetim. Akuzat vijnë pasi detektivët filluan hetimet në shtator të vitit 2023, pasi mediat britanike, duke përfshirë gazetat The Times dhe The Sunday Times dhe transmetuesi Channel 4, raportuan pretendimet se Brand kishte abuzuar seksualisht dhe emocionalisht 4 gra. Njëra prej tyre tha se ajo ishte 16 vjeç dhe Brand 30 vjeç kur filluan një marrëdhënie që përfshinte abuzim dhe sulm seksual. Një tjetër personazh i cili është akuzuar tashmë nga një dyzinë njerëzish për trafikim qenjesh njerëzore, abuzim seksual, trafikim lëndësh narkotike është Sean Diddy Combs, i cili vijon të qëndrojë në qendrën e paraburgimit metropolitan të Brooklynit, edhe që gjithashtu ka dalë një seancë gjyqësore nëse gabohem, por mbi të rëndon edhe një padi e re nga Joseph Manzaro, i cili e akuzon P. Diddy se në fillim të viteve 2000 e ka rrëmbyer këtë të fundit dhe e ka trafikuar dhe e ka abuzuar seksualisht, duke e droguar në një ambient të përbashkët ku dëshmitari ishin dhe këngëtarja Beyoncé, partneri i saj Jay-Z, gjithashtu duke përmendur edhe LeBron James, basketbollistin legjendar të Lakers. Këto janë emrat e fundit, të cilët lexohen në fakt në dosjen e përpiluar si pasojë e padisë kundrejt P. Diddy nga Joseph Manzaro, i cili ndër të tjera tregon në fakt dhe se çfarë ka ndodhur në një mbrëmje teksa ai është droguar, më pas është rrëmbyer dhe është dërguar në festën e ditëlinjës së djalit Christian Combs, djalit të P. Diddyt në atë kohë 17 vjeç, dhe më pas është abuzuar seksualisht nga një seri njerëzish për të kaluar nga shtëpia e P. Diddyt drejt një tuneli që lidhej pikërisht me shtëpinë e këngëtares së famshme Gloria Estefan dhe bashortit të saj producent, dhe pikërisht sipas dhe dosjes lexohet se Gloria Estefan së bashku me LeBron James e kanë parë në një gjendje të rënduar shëndetësore Joseph Manzaron dhe përpasoj e kanë dërguar dhe në spital, sipas asaj që lexohet edhe në dosjen e përpiluar të padisë së fundit kundrejt P. Diddyt. Të gjitha këto ngjarje kanë ndodhur në fakt në ato që cilësohen si festat e bardha, freak off party, partit e njohura të producentit dhe reperit P. Diddy në fillim të viteve 2000, ku si duket ndër kënaqësisë dhe le të themi festimit të njerëzve më të famshëm të industrisë argëtimit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe të Hollywoodit, ndonin dhe trafikim qenjesh njerëzore dhe abuzime të rënda seksuale, të cilat janë bërë le të themi të qarta nëpërmjet dosjeve dhe padive të grave dhe burrave të ndryshëm që akuzojnë reperin P. Diddy, që në maj, vetëm pak javë më pas, ne do zbulojmë dhe nëse do të dënohet, do shpallet i pafajshëm dhe nëse do të dënohet, çfarë dënimi do të rëndojë mbi të, pasi situata është vërtet shumë e komplikuar dhe duhet thënë se janë përmendur edhe disa nga bashkëpunëtorët e tij më të ngushtë, janë njerëzit më të njohur në gjithë botën. Do të mbetemi tek reperët për të folur tashmë për Kanye West, i cili duket se në jetën personale nuk po gjen brehat apo qetësi. Raportime që u bën se po ndahej nga partnerja e tij Bianca Censori duket se janë konfirmuar, ka qenë Kanye West i cili ka vënë vulën gjithçka, duke konfirmuar lajmet për divorc dhe do të ketë edhe një këngë të quajtur Bianca, një këngë rap që zbulon gjithçka sa i përket të gjitha postimeve të fundit që raperi ka bërë në platformën sociale X. Në fakt, duket kështu se ajo që diskutohet si drejt divorcit është e vërtetë, sepse vetë Kanye West e rrëfen pra në këngë që ne jemi ndarë dhe shumë shpejt do divorcohemi, sepse Bianca Censori në fakt ka pasur një atak të rënduar paniku si pasojë postimeve të shumta të Kanye West, që ndër të tjera ishin raciste, antisemitike dhe vërtet të rënda, dhe të gjitha ishin në kuadër të reklamimit të produkteve të fundit të tij të markës modës Yeezy, por edhe gjithashtu reklamimit të albumit, ku është edhe kënga Bianca në fjalë. Me këtë informacion kemi ardhur në përfundim të faqes 4 për ditën e sotme. Por ne ju rikujtojmë se për të më të fundit mund të informoheni duke klikuar në abcnews.al, si dhe të na dëgjoni në Radio ABC 105 FM.
Por, mos u ndani nga ekrani ABC News, vetëm pas pak do t'jeni me kolegen Habi Hoxha në Balkan Update. Ne ju falenderojmë për vëmendjen. Bashkë mirupafshim.